Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish natën e sonte me historinë e radhës. Sonte pranë jush do të vi me një rrëfim tepër të tmerrshëm, tepër të dhimbshëm. Janë lotët e një nuse nga ajo në fakt se çfarë ajo ka përjetuar. Ajo në thelb ka përjetuar tmerrin, ka përjetuar vështirësinë më të madhe që nuk e ka imagjinuar dhe nuk e ka besuar se do t'i ndodhte në jetën e saj. Ajo ka përjetuar dhimbjen më të tmerrshme. Do të ndaj tani me ju një rrëfim shumë interesant, një rrëfim që në fakt që kur më ka ardhur, më ka befasuar. Në fustanin e saj të martesës, nusja gjeti pika të kuqe gjaku. Çfarë simbolizojnë këta pika të kuqe gjaku? Do ta ndajmë në vazhdim. Unë jam ajo nuse që dikur besonte se martesa ishte bekim. Jam ajo grua që e veshi fustanin e bardhë me duart që në fakt i dridheshin nga gëzimi. Pa e ditur se po vishja edhe mallkimin tim në thelb. Që nga ajo ditë, jeta ime nuk njohu më asnjë ditë paqe. Ishte mëngjes. Dielli sapo kishte filluar të hynte nga dritarja e dhomës time të vajzërisë. Nëna ime qante nga gëzimi. Tezet qeshnin me lot. Fqinjët hynin e dilnin me urime. Fustani im i martesës varej në dollap, i bardhë, i gjatë e i qepur me shumë kujdes. Ishte fustani që unë në thelb e kisha ëndërruar që fëmijët kisha këtë fustan. Kur e mora në duar për ta veshur, ndjeva një të ftohtë të çuditshme në shpirt. Do të thënë shpirti po më ftohej. Nuk e di pse, por diçka brenda meje u shtrëngua krejtësisht. E hapa fustanin dhe aty në fund, pranë pjesës së poshtme, pash disa pika gjaku. Fillimisht mendova se ishte ndonjë njollë e vjetër, ndoshta nga qepja. Me thënë të drejtën u trëmba shumë, por nuk fola. I fshiva me dorë, por njollat thelbësisht nuk iknin. Gjaku dukej shumë i freskët. Mos mendo keq, i thash vetes. Është dita jote sot, kënaqu gëzoju kësaj dite. Por që nga ajo ditë asnjë gjë më nuk shkoi mirë. Dasma u bë, muzikat, vallëzimi, buzëqeshjet, por unë ndihesha si e huaj në trupin tim. Buri më shikonte me dashuri, por sytë e tij her pas here e rësoheshin, sikur ato sy në fakt të fshinin diçka. Natën e parë të martesës, nga sikleti i madh, ne nuk fjetëm pothuajse fare. Jo nga dashuria, por ishte ai ankthi që na shtrëngonte në çdo moment të gjoksin. Ditët kaluan dhe shtëpia jonë e re u mbush me shumë heshtje. Filluan grindjet pa arsye. Fjalë të rënda, por gjëra të vogla. Unë sëmuresha shpesh, pas një lloj diagnoze. Netët më sillnin ëndra të frikshme. Shihja veten time nuse, me fustan të bardhë, por të mbuluar me gjak. Një natë u zgjova duke bërtitur, e buri im më shikonte i tmerruar.
Çfarë ke? Më tha. Gjaku, fustani, unë aty belbëzova. Ai u ngrys, nuk foli, vetëm u kthye nga ana tjetër. Pas disa muajsh, ndodhi edhe më e keqja. Unë e humba fëmijën që prisja. Mjekët më thanë që në thelb ishte rastësi. Por unë e dija, nuk ishte rastësi. Që nga ajo ditë shtëpia jonë filloi që të bëhet edhe më e errët. Në përmure dëgjoja zhurma të ndryshme natën. Dyert që hapeshin vetë e pasqyra që thyeshin pas një lloj arsye. Një ditë duke pastruar papafingon, gjeta fustanin tim të martesës. Të palosur. E hapa me duart që në fakt më dridheshin. Dhe aty, në atë fustan, pikat e gjakut ishin shtuar. Tani nuk ishin vetëm disa, por ishtin si një gjurmë duarsh t'i prekën ato pika. Ula në tokë dhe qava si fëmijë. Shkova te një grua e moshuar në fshat, e njohur si ajo që i di gjërat. Ajo e pa fustanin edhe u zbe krejt. Ky fustan nuk është i pastër, më tha, është prekur nga zilia, nga urrejtja. Dikush nuk e donte këtë martesë. Më tha se gjaku ishte shenjë magjie të errët, e bërë për të shkatruar familjen time. Mendja më shkoi menjëherë tek vjera ime. Që nga dita e parë ajo nuk më kishte dashur kurrë, gjithmonë më shikonte me përbuzje, gjithmonë më thoshte se nuk isha e denjë për të birin e saj. Kur e përballa atë ditë ajo vetëm qeshi. Martesa jonë ishte gabim, më tha, dhe gabimet në jetë paguhen. Që nga ajo ditë burim u largua nga unë. U ftohu, bëi dhunshëm me fjalë, më akuzonte për çdo gjë të keqe. Sëmundjet u shtuan, varfëria hyri në shtëpinë tonë, çdo gjë që prekja unë prishej. Në fund mbeta vetëm. Sot jetoj larg asaj shtëpie, larg atij fshatit, por mallkimi nuk më ka lënë. Çdo herë që shoh një fustan të bardhë më dridhe trupi. Çdo natë shoh në ëndër pika gjaku që bien ngadalë, një nga një mbi pëlhurën e bardhë. Unë jam ajo nuse që nisi jetën martesore me gjak dhe që nga ajo ditë nuk pata më kurrë mbarsi në jetë. Unë uroj me zemër që këto gjëra të mos jenë të vazhdueshme tek njerëzit, se realisht është e neveritshme për ta ndëgjuar e lëre më për ta përjetuar.